E konkretisht sot që ne flasim, janë mbi 40 njësi shërbimesh. Këtu hyn hoteleri, hyn bujtina, hyn njësi banimi që janë kthyer në njësi shërbimi dhe me një kapacitet aktualisht sot ne që flasim 350 deri në 400 shtretër. Nuk mund të ndaj dot dhe nuk mund të themi dot, por faktikisht ne u fokusuam tek turizmi malor familjar. Por jo vetëm. Sidomos zona e Kurveleshit dihet edhe për kamionet, dihet edhe për ato që ishte ëndër e parëve që është bashkuar edhe mali, edhe ujvara e kamioneve me detin. Fokusi jon do të jetë tek rritja e cilësisë së shërbimit, se të merresh me turizëm në këtë sektor do të thotë që ti të konkurosh me fqinjin. Dhe fokusi i rritjes së cilësisë së shërbimit, por edhe i cilësisë të kostos. Do të thënë, kosto nuk duhet të jetë lart në kuptimin e mirë të fjalës dhe cilësia e shërbimit duhet të jetë në kushte bashkëkohore. Këto vitet e fundit ka një hovë dhe ka një boom, do të thoshja unë, dhe kjo është tej propagandës, do të thoshja. Ne kemi rreth 20 kërkesa për investim në këtë sektor, dhe jo vetëm në Kurvelesh, por edhe në njësinë Qendër, por edhe në njësinë Lops. E mbi të gjitha unë nuk mund të lë dot pa e përmendur këtu që me përfundimin dhe rrjedhëzimin e kalit ton betejës e Kalas, Ali Pashtë e Velenës, dhe brenda Kalas do të ketë disa njësi shërbimi të kthyer edhe në bujtina. Një faktor tjetër kryesor është që neve jemi në fazën e fillimit të ndërtimit të qendrës së parkut të Vjosës, që do të jetë në Majkosh. Nëse do të kishim kënaqësinë për t'i ndarë të gjitha këto, unë nuk mund t'i listoj se ka një bujtinë për shembull që është një bujtinë që hapet në fshatin Salarin në njësinë Qendër, është e përfunduar dhe presim që të vihet në proces, të vihet në punë. Është një tjetër, janë dy bujtina, një është në Lekdush që është në proces përfundimi të punimeve, një është në Luftën e Vicës. Nuk mund të lë dot këtu pa përmendur i dashur miku im Piro që resorti që është në ndërtim e sipër dhe besoj që shumë shpejt do të jetë në përfundim i agroturizmit në Peshtan, do të jetë një nga investimet që ka shumë impakt në këtë, jo vetëm në Tepelen, por edhe më gjerë, por disa interesat tjera dhe shprehje interesi do të thoshja për investim në këtë sektor kemi edhe në fshatin Lekël edhe Luzat, zgjerimi i resortit të ujit ftohtë, ku aty është ideuar, konceptuar që do të kthehet në një fshat turistik. Një tjetër investim po prap në zonën turistike të ujit ftohtë, që ky është një djalë Tepelenas i ardhur nga jashtë, nga emigrimi dhe pret fazën e thirrjes së aplikimeve të AZHBR-s, këto më thënë gjitha këto rreth 20 shprehje interesi, investime të reja do të thoshja, një pjesë e mirë e madhe e tyre presin hapjen e thirrjes për të patur atë mbështetjen që jep AZHBR-ja. Në këtë sektor janë disa individ dhe unë gjithë rastin të falenderoj gjithë ata bija të këtij vendi që jetojnë këtu edhe promovojnë turizëm, por dhe ata që vinë, që kanë emigruar dhe larguar dhe vinë nga jashtë për të bërë një shkëmbim përvoje
në këtë sektor, shkëmbim eksperiencash duke i gëshëtuar gjitha bashkë këto, dhe ne fokusi jonë është që të kemi një turizëm të qëndrueshëm. Me thënë një turizëm elitar në kuptimin e mirë të fjalës, por të jetë turizëm i qëndrueshëm, jo një turizëm për shembull vetëm sezonal. Zona e Kurveleshit lëmë që ta përmendim ne, se ndofta është edhe faktori mal, por është edhe faktori det, që mendoj që këtë mundësi nuk e kanë të gjitha bashkitë, ose të gjitha njësitë. Dhe kjo është një privilegj akoma dhe më i madh i joni, që ku kemi edhe malin, edhe për pak kilometra kemi edhe detin. Puna jo nuk do të ndalet. Unë falenderoj të gjithë investitorët, janë të mirëpritur. Bashkia do të jetë gjithmonë një derë e hapur, do të jetë një mbështetje për lehtësimin e atyre burokracive dhe për të qenë sa më pranë që gjithë ky sektor të marrë atë hovë dhe atë zhvillim, dhe ne për ta kthyer Tepelenën në një dhe gjithë ajo që ne aspirojmë, nëse deri di e thoshim një portë hyrëse, ne ta bëjmë një ny lidhse Tepelenën. Dhe dihet shumë mirë që turizmi nëpërmjet është më para nesh, për ato arsye po Gjirokastra por ne të gjithë kemi nevojë për njëri tjetrin, për ta bërë unik dhe për t'i afruar dhe alternuar edhe Përmeti, çfarë afron Përmeti, edhe Tepelena, edhe Gjirokastra, por jo pse jo edhe pak më gjëra. Unë do të thosha që këtë vit ne presim dhe një rritje diku 20 deri në 35% duke krahasuar me vitin aktual këtë vit, për vetë faktin se Shqipëria ishte një vend pritës në panairin e Berlinit, i cili do të jep një mundësi edhe na dha një mundësi të artë për të promovuar në të gjithë tregun global të gjithë këtë bukuri prallore që ofron Tepelena dhe të lakmojnë jo vetëm turistët vendas, por edhe të huaj.